10 vite punë, 10 koncerte dhe shumë talente dalë prej saj, kështu përmbyll për vjetori 10 i hapjes së klasës të muzikës në shkollën veçare Beslidhe në Lezhë, i festuar me një koncert në Patin e Kulturës. Nxënësit e klasës të muzikës interpretuan veprat e përzgjedhura nga kompozitorë të njohur shqiptarë të huaj, duke sjellë një performancë jashtëzakonshme që emocionoi të pranishmit. Drejtoresha e shkollës Anisa Skandaj tha se ajo që nisi me 2 klasë të thjeshta 10 vitën e parë, sot është krenaria e qytetit dhe është vetëm fillimi. Ne jemi krenar si shkollë, që jemi e vetë në shkollë Lezhë, me klasa në drejtim artistik dhe akoma më krenar për gjitha arritjet e marrë në këto 10 vite, pasi janë 10 çmime kombëtare dhe ndërkombëtare të fituara nga nxënësit tanë, 10 koncerte recitale ku gjithë ne kemi pasur fatin të shijojmë dhe kemi kuptuar që jeta dhe dimensioni artistik në qytetin e Lezhës tashmë ka kaluar në një stad tjetër. Ky është vetëm fillimi, e ardhmë në pret me më shumë bashkëpunime, me më shumë projekte dhe ne jemi optimist për një të ardhme akoma më të mirë të jetës artistike në qytetin e Lezhës. Drejtori rajonal i arsimit parauniversitar Hasan Muqa vlerësoi se këtë arritje si një ringjallë të traditës së hershme muzikore që qyteti ka pasur, duke e konsideruar shkollën Beslidhe si një model për të ndjekur. Në shkollën Beslidhe të gjithë të vogëlush të dashur mësues, ju i pritët në ëndra dhe i ngritët në vlerë. Kjo është arsyeja pse sot shkolla Beslidhe është një vazhduese e DEI, e Jotamisjes, shkollës Tiranës, e Premjakovës, e Janko Guzelit, të Durrësit, e tetëve të Shkokoqës, të Korçës, të Nufit, të Elbasanit, por paguar në diçka. Lezhë traditën e muzikës e ka patur disa vite më përpara. Dhe ju jeni pasuesit të asaj shkolle. Dhe jam plotësisht i bindur që ju me talentet që keni rritur do vazhdoni të zbukuroni skenat kombëtare dhe tërkombëtare të dërgoni krenar Lezhën tonë të dashur dhe Shqipërinë tonë të shpirtit. Shkolla Beslidhe u hap në vitin 2015. Fillim është hapur me 2 klasa, një klasë e parë me 25 nxënës dhe një klasë e 6 me 12 nxënës. Duke atëherë ka qenë një vështirësi e madhe se janë hapur vetëm 5 instrumenta: piano, violinë, edhe trompë, kitar edhe fizarmonik. Sot ne kemi përmbyllur ciklin 9 vjeçar të shkollës, kurse 10 vjet shkollë, dhe këto nxënës kanë arritur në numër 230 fëmijë në shkollën tonë që studiojnë për instrumenta muzikore dhe që studiojnë për 15 instrumenta të ndryshëm. Për 1 orë 30 minuta skena Pati e Kulturës në Lezhë u mbush me emocione, tingujt e mrekullueshëm dhe një atmosferë të veçantë.